Mungesa e arsimit profesional në qarkun e Kukësit po i detyron 10 të rinj të shkojnë për shkollim në Kosovë. Që nga viti 2015, sipas drejtorit Arben Selimi, mbi 30 nxënës të qarkut të Kukësit kanë përfunduar studimet në qendrën e kompetencës 11 Marsi në Prizren dhe shumica prej tyre tashmë janë të punësuar. Prej asaj kohës kanë qenë më shumë se 30 nxënës. Vetëm këtë vit kemi rreth 6 nxënës që kanë ardhur në klasën e 10 prej qytetit të Kukësit. Pse zgjedhin këtë shkollë Kukësit? Cila është arsyeja? Arsyeja është se nuk ka një shkollim të tillë në qytetin e Kukësit që ju ofrohet këtyre nxënësve. Edhe mundësia më e lehtë është për të dalë në tregun e punës. Kur thonin tregun e punës, këto 30 nxënës gjatë kohës që janë shkolluar këtu kanë gjetë vende pune, ndoshta edhe në Prizren apo diku Kukësa, si e keni? Po, edhe në qytetin e Prizrenit mirë, po ka edhe që e kryejnë shkollimin edhe ikin jashtë nëpër shtetet e Bashkimit Evropian, në Gjermani ose Gjikondi. Çfarë profilesh preferojnë kuksianët, nxënësit kuksianë për të ndjekur? Cila është më dominuesa, më kërkesa më e madhe? Këtë vit kërkesa më e madhe ka qenë në profilin e automekanikës, ku në këtë profil ofrohet edhe arsimi dual, ku nxënësi shumë lehtë e gjen vendin në tregun e punës. Pra, shkolla jonë ka marrëveshje bashkëpunimi me shumë biznese në qytetin e Prizrenit, ku përgatiten për treg të punës këta nxënës. Në Kukës, arsimi profesional kufizohet në një klasë me 40 nxënës të degës TIK, pra në gjimnazit Hazinela, ndërsa 2 degë të tjera janë mbyllur. Për shkak të mungesës së alternativave, nxënës nga Kukësi Hasi udhtojnë çdo ditë drejt Prizrenit, duke paguar rreth 5 euro vajtje e ardhje, ose jetojnë me qira. Unë studioj profilin dizajn interior, që merret me ambientet e brendshme të shtëpive, banisave, restoranteve, gjithë hapësirat e brendshme. E zgjodha sepse gjithmonë kam qenë apasionuar pas mobilimit, që arredimit brenda të shtëpive që kanë, ose hapësirat e brendshme në përgjithësi. Edhe më ka pëlqyer si degë, e kam zgjedhur. Në Kukës është shkolla profesionale për TIK me sa di unë, nuk ka pas për këtë drejtim që desha, dizajn interior, kështu që u paraqit mundësia në Prizren. Edhe jo këtu. Jo, shkolla është publike, pra nuk paguajmë asgjë. Shkolla gjithashtu është shumë e disiplinuar, shumë e mirë. Më sjell babi çdo të hënë edhe vjen e merr të premten për fundjavë që shkojnë Kukës, pra nuk ka transport publik. Me babin udhëtim. Është një shpenzim që e mbuloni ju? Po. Jam në vitin e 3 dizajn grafik, me origjinë nga Hasi i Shqipërisë. Pse zgjodhët këtë degë? Zgjodha si degë se është një degë që lidhet me teknologjinë, krijon të lënë të shprehësh kreativitetin tënd dhe shumë gjëra tjera. Pse nuk keni ndjek shkollë profesionale, për shembull Kukës apo në një qytet tjetër të Shqipërisë? Po e zgjodha në zonë Prizrenit shkaku që ishte më afër shtëpisë, ama prapë është pak problem shkaku që jetoj me qira larg familjes. Pse është problem shkaku me qira? Është problem shkaku i shpenzimeve të mëdha për të kryer një shkollë edhe pse jam prafërsisht gati 1 orë larg shtëpisë. Ata kërkojnë mbështetje me bursë apo funksionimin e një linje të transportit publik Kukës Prizren. Kam parë edhe për raste në shkollë që janë nga Kukësi, edhe me sa kam dëgjuar të gjithë mbulojnë vetë atë shpenzim dhe mendoj se do ishte diçka shumë e mirë që të na mundësoj transporti publik për në Prizren, sepse jemi edhe afër me distancë, mendoj që duhet një transport. Kishte qenë mirë të ishte ndonjë linjë direkte Kukës Prizren, për shkakun që është edhe afër, gjysore. Na kishte ofruar shumë që ne për shembull nga Shqipëria kishim mujt të marrë për të kryer shkollë dhe kishim mujt me jetu në shtëpi tona, jo me qira. Por bursat jepen vetëm për shkollat e profesionale brenda vendit, të cilat kanë kapacitete të lira për nxënës që dëshirojnë t'i frekuentojnë. Shkolla profesionale është dizavantazhuar pasi prindrit zgjedhin përgjithsisht gjimnazin për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Një tjetër faktor është paragjykimi për cilësinë e diplomës në tregun e punës. Ndërkohë, projekti për rikonstruksionin e shkollës së Baramcuri në një qendër profesionale moderne me fonde prej 400.000 eurosh ka mbetur pezull pasi punimet nuk kanë nisur ende.
Derisa në qarkun e Kukësit arsimi profesional mbetet premtim, shumë të rinj zgjedhin ta kërkojnë të ardhmen përtej kufirit në Prizren. Unë studioj këtu profilin e mekatronikës. Me spjego pak këtë profil. Ky profil ka lidhje me automatizimin e makinave, mendohet që në 10 vjeçarin e ardhshëm të jetë një ndër profilet më të kërkuara në botë, sidomos në fabrika. Pse e zgjodhe? Për shkak të kësaj që përmend? Për shkak sepse është një drejtim i ri dhe ka të ardhmë të sigurt. Ju jeni nga? Unë jam nga Tropoja me origjinë. Si dëgjoj për këtë shkollë? Kur kam marrë në fillim në Prizren, dëgjova që është një shkollë që ka drejtime teknike dhe vendosa ta provoj një herë për të qenë më i sigurt, po ashtu edhe me ndikimin e prindërve. Ka shumë bashkëmoshatar të veriut Shqipërisë nga Kuksi, Po ka plot disa bashkëmoshatar tanë që vinë nga Tropoja, Kuksi e vendet të tjera të Shqipërisë. Ja vlen shumë sepse kanë të ardhmen e sigurt, po ashtu dhe një profesion të sigurt në drejtimet e tyre përkatëse. Po mendoj që ka siguri në treg punës si në vend, dhe ajo është më e mira që të punojmë në vend, po ashtu edhe jashtë vendit.